Në pistën e vjetër të aeroportit të Slatinës, dikur e ndërtuar për fluturime, sot mbretëron shpejtësia në tokë. Drag Race, një prej ngjarjeve më të veçanta të sportit automobilistik në Kosovë, ka rikthyer pasionin edhe këtë vit për makina të fuqishme dhe adrenalinën e garave të shpejtësisë ekstreme. Energji e zhurmë motorësh, po ashtu edhe numri i shikuesve është mjaft i madh. Pjesëmarrës të rinj nga e gjithë Kosova, por edhe nga jashtë saj sjellin veturat e tyre të përgatitura me përpikëri. Çdo detaj mund të bëjë diferencën në një garë që zgjat vetëm disa sekonda. Shikuesit nuk mungojnë. Qindra adhurues të këtij sporti mbushin skajet e pistës për të përjetuar emocionin nga afër. Organizatorët sigurojnë standarde të larta sigurie dhe rregulla, duke dëshmuar që ky sport mund të zhvillohet në mënyrë të sigurt dhe profesionale edhe në Kosovë. Gara zhvillohet me matje të kohës elektronike, startues zyrtar dhe verifikim teknik të secilës veturë para garës. Nuk është vetëm për shpejtësi, është për dashurinë ndaj veturës dhe për komunitetin që investojnë gjatë gjithë vitit në makinat e tyre për këtë ditë. Drag Race në Slatinë po shndrohet në një simbol të pasionit automobilistik kosovar, duke ofruar jo vetëm spektakël, por edhe një mundësi për të kanalizuar dashurinë për shpejtësinë në mënyrë të lehtëshme dhe të sigurtë. Pasi që gara u zhvillua 2 ditë, kjo është lista e fituesve të kësaj gare. Numër 3.